Në historinë shqiptare, emri i Gjergj Kastriotit Skënderbeut ka mbetur i pavdekshëm. Edhe babai i tij, Gjon Kastrioti, është një figurë e njohur pasi ishte ai që zgjeroi zotërimet e familjes dhe krijoi bazën e shtetit Kastriotas. Por shumë pak njerëz dinë se para tyre ishte një njeri, emri i të cilit përmendet vetëm në pak burime mesjetare, por pa të, ndoshta historia e Kastriotëve nuk do të kishte marrë kur drejtimin që njohim sot. Ai ishte Pal Kastrioti. Nëse ju pëlqejnë videot që zbulojnë historinë e vërtetë të shqiptarëve, mos harroni ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike. Çdo abonim dhe çdo shpërndarje na ndihmon të sjellim edhe më shumë histori të dokumentuara, figura të harruara dhe ngjarje që kanë formsuar kombin ton. Tani le të kthehemi më shumë se 6 shekuj pas në kohë për të njohur njeriun që hodhi themelet e dinastisë së Kastriotëve. Pal Kastrioti konsiderohet patriarku i hershëm i familjes Kastrioti dhe gjyshi i heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Edhe pse jeta e tij është e mbuluar nga mungesa dokumenteve, burimet që kanë mbijetuar tregojnë se ai jetoi në fundin e shekullit 14 në një periudhë kur Ballkani po përjetonte ndryshime të mëdha politike. Perandoria serbe po shpërbëhej, ndërsa osmanët po depërtonin me shpejtësi drejt trojeve shqiptare. Burimi më i rëndësishëm që flet për Palin është kujtimi gjenealogjik i Gjon Muzakës, i shkruar rreth vitit 1510. Muzaka e përshkruan Palin si një zot feudal me zotërime të vogla, duke pohuar se ai sundonte vetëm 2 fshatra, Sinën dhe Gardhin e Poshtëm, në krahinën e Qidhënës në Dibër. Kjo është arsyeja pse shumë historian e konsiderojnë Palin një fisnik lokal, jo një princ të madh, siç do të bëhej më vonë djali i tij. Megjithatë, kjo dëshmi ka ngritur debate mes studiuesve. Disa historian, përfshirë Kristof Rasherin, mendojnë se Muzaka mund ta ketë zvogluar qëllimisht rëndësinë e Kastriotëve, pasi familja Muzaka ishte rivale e tyre. Sipas këtij interpretimi, është pak e besueshme që Gjon Kastrioti të kishte ndërtuar një principat të madhe vetëm brenda një brezi, nëse jati do të kishte zotëruar vetëm 2 fshatra. Për këtë arsye, disa studiues besojnë se zotërimet e Palit kanë qenë më të gjëra se sa ato që përmend Muzaka, por mungesa e dokumenteve nuk lejon një përfundim të sigurt. Babai i Palit ishte Konstantin Kastrioti Mazreku, figura më e hershme e dokumentuar e kësaj familjeje. Ai përmendet si kefal, një administrator lokal në shërbim të perandorisë serbe në rajonet e Matit dhe Dibrës gjatë viteve 1360. Mbiemri Mazreku besohet të lidhet me përkasinë fisnore të familjes, ndërsa vetfjala Mazrek në shqip lidhet me mbarështimin e kuajve. Kjo tregon se Kastriotët ishin pjesë e aristokracisë vendase shqiptare shumë kohë përpara se emri i Skënderbeut të bëhej i famshëm. Origjina shqiptare e familjes Kastrioti pranohet gjërësisht nga historiografia moderne. Megjithse gjatë shekujve janë hedhur teori të ndryshme për prejardhjen e tyre, shumica e historianëve i konsiderojnë këto pretendime si të pabazuara. Kastriotët shfaqen si pjesë e fisnikërisë shqiptare të Dibrës dhe Matit, të lidhur me komunitete vendase dhe me besimin katolik. Në fundin e shekullit 14, situata politike në Ballkan ndryshoi rrënjësisht. Humbja e forcave ballkanike në betejën e Kosovës më 1389 dobësoi ndikimin serb në rajon dhe krijoi hapësirë për zgjerimin osman. Pikërisht në këtë kohë, Pal Kastrioti trashëgoi zotërimet familjare dhe u përpoq të ruante autonominë e tyre në një realitet gjithnjë e më të pasigurt.
Burimet veneciane të viteve 1390 e përmendin Palin si zot i sinës dhe gardhi të poshtëm. Këto dokumente tregojnë se ai kishte vendosur kontakte diplomatike me Republikën e Venedikut, një praktikë shumë e zakonshme për fisnikët shqiptar të kohës. Aliancat me Venedikun u jepnin mbrojtje politike dhe mundësi tregtare, ndërsa në të njëjtën kohë ndihmonin në balancimin e presionit osman. Territori i Pal Kastriotit ndodhej në një zonë me rëndësi strategjike. Lugina e Matit dhe Dibra kontrollonin rrugë që lidhnin Bregdetin Adriatik me brendësinë e Ballkanit. Edhe pse zotrimet mund të kenë qenë të kufizuara, pozita gjeografike u jepte atyre rëndësi të konsiderueshme ushtarake dhe ekonomike. Për jetën personale të Palit dihet shumë pak. Emri i bashkëshortës së tij nuk ka mbërritur deri në ditët tona. Burimet konfirmojnë vetëm se ai pati një djalë, Gjon Kastriotin, ndërsa disa autorë të mëvonshëm përmendin edhe djemë të tjerë, por pa prova të forta dokumentare. Pikërisht Gjoni do ta ngrinte familjen në një nivel krejt tjetër. Duke zgjeruar zotrimet dhe duke u bërë një nga fisnikët më të fuqishëm shqiptar të fillimshekullit 15. Një element i rëndësishëm në historinë e kastriotëve është besimi i tyre katolik. Dokumentet veneciane dhe lidhjet me perëndimin tregojnë se familja kishte qenë pjesë e rrjetit të fisnikërisë katolike shqiptare. Këto marrëdhënie do të kishin rëndësi të madhe edhe në kohën e Skënderbeut, kur ai do të kërkonte ndihmë nga shtetet evropiane kundër perandorisë osmane. Ekonomia e zotërimeve të Palit mbështetej në bujqësi, blegtori dhe kontrollin e rrugëve lokale tregtare. Si shumë zotër shqiptar të kohës, ai siguronte të ardhuran nga toka dhe nga detyrimet feudale të banorëve. Duke mbajtur një forcë të vogël ushtarake për mbrojtjen e territorëve të tij. Rreth vitit 1407, Pal Kastrioti ndroi jetë. Burimet nuk përmendin ndonjë vrasje apo betejë, prandaj historianët mendojnë se ai vdiq natyrshëm. Pas vdekjes së tij, pushteti kaloi patrazira tek djali, Gjon Kastrioti. Dokumentet veneciane e njohin menjëherë Gjonin si një zot të rëndësishëm shqiptar, çka tregon se trashëgimia e familjes ishte tashmë e konsoliduar. Në drejtimin e Gjonit, principata e Kastriotëve u zgjerua ndjeshëm. Ai krijoi marrëdhënie me Venedikun, Raguzën dhe më pas edhe me osmanët, duke ndjekur politikën e zakonshme të mbjetesës së fisnikëve shqiptar. Pikërisht mbi këtë bazë do të rritej djali i tij, Gjergji, i cili më vonë do të hynte në histori si Skënderbeu. Historia e Pal Kastriotit është gjithashtu një shembull i vështirësive që hasin historianët kur studiojnë mesjetën shqiptare. Dokumentet janë shumë të pakta, ndërsa shumica janë shkruar më shumë se një shekull pas jetës së tij. Për këtë arsye ekzistojnë debate edhe për emrin e tij. Gjon Muzaka e quan Pal, ndërsa Andrea Angelo e përmend si Gjergj. Asnjëra Pal nuk mund të provohet përfundimisht si e saktë sepse mungojnë burimet bashkohore. Një tjetër debat lidhet me figurën e një fisniku të quajtur Kastriot, i përmendur në Kanin më 1368. Historianët e hershëm mendonin se ai mund të ishte paraardhës i Kastriotëve të Dibrës, por shumica e studiuesve bashkohor e hedhin poshtë këtë teori dhe e konsiderojnë atë një person tjetër, pa lidhje me familjen e Skënderbeut. Edhe sot nuk është zbuluar asnjë kala, bishkrim apo objekt arkeologjik që mund të lidhet drejt për drejt me Pal Kastriotin. Për këtë arsye, historia e tij mbështetet kryesisht në gjenealogji, dokumente veneciane dhe analiza të historianëve modern. Megjithse nuk udhëhoqi betejë të mëdha dhe nuk krijoi një principat të fuqishme, rëndësia e Pal Kastriotit është e jashtëzakonshme. Ai përfaqëson brezin që hodhi themelet e një prej dinastive më të rëndësishme shqiptare. Nga zotërimet e tij, qofshin ato dy fshatra apo një territor më i gjerë, lindi familja që do të nxirrte në skenën evropiane një nga komandantët më të famshëm të mesjetës.
Kur kujtojmë Skënderbeun, zakonisht shohim vetëm heroin që sfidoi perandorinë osmane për 25 vjet. Por pas tij qëndrojnë breza të tërë fisnikësh shqiptar të cilët ruajtën tokën, identitetin dhe vazhdimsinë e familjeve të tyre në kohë tepër të vështira. Njëri prej tyre ishte Palka Strioti, një emër i heshtur në burime, por një gur themeli në historinë e dinastisë që ndryshoi fatin e Shqipërisë. Kjo ishte historia e Palka Striotit, një figure për të cilën dokumentet flasin pak, por pa të cilin nuk do të mund të kuptonim ngritjen e një prej familjeve më të rëndësishme në historinë shqiptare. Edhe pse emri i tij mbeti nën hijen e djalit dhe sidomos të nipit të tij, trashëgimia që la pas u bë themeli mbi të cilin u ngrit Skënderbeu dhe qëndresa shqiptare kundër perandorisë osmane. Nëse ju pëlqeu kjo histori, na tregoni në komente cilën figurë tjetër pak të njohur nga historia shqiptare dëshironi ta trajtojmë në videon e ardhshme. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.